Selamu alaikum, paqja, mëshira, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Ja ku jemi sot duke lënë pas natën e 26 të Ramazanit, duke u futur në ditën e 26 të Ramazanit, që korrespondon me datën 26 mars viti 2025. Sonte ndargët futet, pra mbas namazit akshamit, futet edhe nata e 27 e Ramazanit, ku muslimanët e gjithë botës shpresojnë që t'jetë nata e Kadrit. Unë do t'jepja disa porosi. E para, nata e Kadrit le të pritet me një ditë agjërimi, si kjo dita e sotme, dhe nesër të shoqërohet me një ditë agjërimi. Të shoqërohet me një ditë agjërimi. Pra, të agjërojmë sot në mënyrë që iftari i natës Kadrit të na gjejë agjërushëm dhe të vim në xhami, të falim teravih, të falim namaz të natës, të hajmë shëfyrin dhe të agjërojmë edhe nesër në përcjellje të natës së Kadrit. Pra, ta thyejmë atë traditën e agjërimit të një dite për natë Kadri, po të agjërojmë një ditë përpara duke e pritur natën e Kadrit dhe një ditë pas duke e përcjell natën e Kadrit. Normalisht duke i larguar atij debatit se cili është mendimi më i saktë se kur është nata e Kadrit. Normalisht ne e dim atë që nata e Kadrit është në 10 netëshin e fundit, mirë po, shpresojmë që në netët teke të jetë më afër, si më thënë, nata e Kadrit, por në 25, 27, 29, apo 27 që është një mendim goxha i njohur i dietarëve të Islamit. Kështu që sot agjërojmë se jemi në ditën që i paraprim natës Kadrit që futet sot në akşam, pra sipas asaj që është përcaktuar në kalendar, dhe nesër inshallah taala do të agjërojmë si përcjellje e natës Kadrit. Pra natën e Kadrit e presim me një ditë përpara agjërim dhe me një ditë pas agjërim. Atëherë shohim pyetjet që mund të kenë vëllezërit ose motrat. Amin, Zoti na i pranon duat dhe lutjet gjithë pa përjashtim. Selam thot aleikum nga Kamenica. Wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Është e lejuar që ne si musliman të punojmë për të ndërtuar objekte që i përkasin feve dhe besimeve të tjera? Normalisht që jo. Gjithë cili i përmbahet fesë dhe besimit të tij. Jam pak vonë, më falet për iftar, tani është koha së fyrit jo iftarit. Këlcyra, wa aleikum selam wa rahmatullah. Selam nga Durrësi, në çfarë ore falet Bajrami? Shihni kalendarin sepse aty e keni të përcaktuar dhe ne inshallah taala do ta nxjerrim sot. Nëse një vakti namazit më ngel pa fal, kur ta fal në momentin më të parë që kujtohesh. Nga Greqia, sa mund të jetë vitri për ne në Greqi? 10 euro. Selam nga Berni, wa aleikum selam wa rahmatullah. Nga Gjirokastra, wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gjirokastra ne kemi pikë të dobët. Nga Taranto, wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Për zekat na bon me vonu dorëzimin e zekatit me një javë, sepse e kam të pa mundur ta çojmë atje ku duhet. Inshallah, inshallah. Nga Italia, nga Tirana, wa aleikum selam. Edhe pas Ramazanit sabah falet 30 minuta mbas imsakut, po, edhe mbas Ramazanit. A mund në dërgose me vlutje është bidat sepse babai më bëri një ftesë për iftar për 40 persona, thirri 2 xhallar kënduan Kur'an ilahi me njet për shtëpi dhe familjen. Hajr inshallah, Zoti ju lehtësoft. A është sot nata e Kadrit ose me natën teke 27? Po sonte hyn nata teke 27, ndërkohë që gjatë ditës jemi dita 26. Nëna ime e ka qenë pa mundur për të agjëruar që do të paguaj sa është dita 4.000 lek dita për të varfrit. Vetë ushqim dhe jepet varfërve.
Selam aleikum nga Peqini. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nëse një vakt namazit ngel e kemi thënë përgjigjen me lart, aleikum selam. A mund të falim namaz në vend telefonin sepse nuk e dim suret? Po. Po nuk është kusht. Çfarë sure dish këndoje? Selam aleikum thot nga Gjilani, aleikum selam. Amin, zotë shërblet. Selam nga Kiçova. Kiçova hera parë që ngjoj Kiçova. Nga Perugia, aleikum selam rahmetullah. A lejohet me I lyj flokët me ngjyrë në Ramazan? Lejohet. A mund ta japi zakatin në xhami apo fukarave? Mund të japësh, po. Nga Gjermania, sa është vitri për Italinë? 10 euro. Nga Tirana, aleikum selam rahmetullah. Nëse shkojmë në vendlindje me pushime, kemi status udhëtarit, nëse shkojmë në shtëpinë tonë, jo. Nga Shkodra, aleikum selam, nga Korça, aleikum selam. Selam burri, më lejohet që bita të jap prindërve të mi? Jo të tëndin, të familjes tuaj po, nëse janë fukare dhe të varfër. Selam nga Kodra e Priftit, aleikum selam, rahmetullah nga Kodra e Hoxhës. Selam aleikum nga Kalaja e Dodës, aleikum selam, rahmetullah nga Kalaja e Tiranës. Sa pasuri duhet kemi për don sadaka? Sadakaja nuk ka kufizim në pasuri. Sado që të kesh mund të japësh, s'ka lidhje. Zekati ka obligim 8 milion e lartë. Nga Athina mund të jepet fitri motrës vetëm ajo punon, burri sa është I pa punë. Po, mund të jepet. Mami im për herë të parë që agjeron sot për natë kadri, nuk ka pas lidhje me Islamin. Mashallah, elhamdulillah. A quhet ajo tashmë nëse e bën shahadetin? Po, mashallah. Ky është një lajm I bukur. Thuaj mami ta agjeroj sot edhe nesër inshallah. Aleikum selam wa rahmatullah. Sa duhet të japim vitra në Gjermani dhe kur duhet të japim? 10 euro për person dhe duhet të jepni aty ku mblidhen sadakat e fitrit. Mund të futeni edhe tek linku I PayPalit që ne kemi futur këtu ke story-e ime dhe tek Facebooku im. Korça, aleikum selam wa rahmatullah. Pasi të krysh hatmën, duhet lexohet duaja e hatmës, që është pjesa në fund Kuranit, apo lutesh për çfarë duash? Lutesh për çfarë të duash. I të Greqi kur është nata e kadrit në 26, mbas orës 12, me datë 26, sa po perëndon dielli futet dhe nata e kadrit. Çfarë ore mbyllet në Pogradec, sepse këtu thonë që mbyllet në 4:20. Jo, mbyllet 4:20. Ne sot në Tiranë kemi mbyllur në orën 4:56. A duhet fitrat paguhen njëjtë si për ne që jemi në Kosovë dhe ata që jetojnë në gurbet? Jo, sipas vendit ku janë atje. Nga Franca një shoq katolik a bën me agjëru sot? Le ta agjeroj. Edhe pse është katolik, le ta agjeroj se inshallah taala Zoti më I hap atij mirësi dhe bekime dhe inshallah Zoti më e udhëzon. Po le ta agjeroj inshallah. Do vim në Shqipëri, kam dëshirë të fal namaz natën në xhami. Shumë mirë, hajde, bismillah. A duhet me dhënë zakatin para natës kadrit? Zakati duhet të jepet kur obligohet dhe nuk ka lidhje me natën e kadrit. Dortmundi, aleikum selam, unë ngrita me vonesë sot, a më quhet agjerimi? Patjetër që të quhet inshallah taala. Nga Bresanone këtu në Itali, ja kanë dhënë kuotën 7 euro. Po shumë mirë, alhamdulillah. Shumë mirë. Unë lexoj Kur'an dhe pastaj falem, më pranohet? Po, inshallah. Kiçova është Kërçova e Maqedonisë. Okej, elhamdulillah, e mësuam dhe një gjë të re, nuk vdiqem ignorant. Unë di Fatiha dhe 3 surat e fundit të Kuranit dhe me ato falem. I di dhe dua dhe salavatet. A jam rregull? Ti je mashallah bibi. Ti je mashallah. A lexon Kur'anin në arabisht kur je pa pastër, pa gusl, pa abdes? Ka mendime. Selam nga Helsinki, selam nga Borreli, aleikum selam wa rahmatullah. A pranohet fitri me të holla? Mendimi më I saktë dietarëve është që nëse nuk bën dobi ushqimi, mund të jepen fitrat në të holla. Pra me para.
A mund të bëjmë lutje përpara se të japim selam në namaz? Po, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, pastaj lutuni për çfarë të doni para selamit. A duhet të thënë ikameti për çdo namaz? Farz, për çdo namaz farz. Selam aleikum nga Florida. Wa aleikum selam wa rahmatullah. A jepet sadakaja e fitit edhe për të vdekurit? Jo, vetëm për të gjallët. A mundem me ja çuar tezës time në Shqipëri sa ajo është në gjendje të dobët ekonomike? Po, mund t'ja çosh tezës. Njeriu i cili hyn në borxh diku tjetër për të thënë borxh, a ka shpërblim? Inshallahu taala. Ne në Tiranë kemi mbyllur në 3:56 sot, se tash 4:56. Në 3:56. Allah shpërblet vëlla Visin që ma kujtoj këtu. Nga komuna e Parisit, aleikum selam, që kemi komshi bashk, se edhe unë aty e kam shtëpi. Përshëndetje nga Florida, aleikum selam, faleminderit, Allahu shpërblet. Selam aleikum nga Austria, kisha pas dëshirë me ditë për ditën e Bajramit, a është sevap me agjëru deri në sjelljen e Bajramit? Jo, duhet me hëngër përpara se me dalë për Bajram. Nuk duhet me dalë atë ditë agjërueshëm. Sa bëjnë fitrat në New York? Po pyesni atje, besoj $10 duhet të jenë. Selam nga Firenze, aleikum selam. Bon zekatin me pagu tek jetimat e Ballkanit? Po, vetëm cilësoje zekat, që ata ta dinë që është zekat. Selam nga Asti, Itali, aleikum selam wa rahmatullah. Ku me i gjetë të dhënat e PayPalit që thej për vitrat dhe për zekatin? E ke në një nga postimet e mia që kam bërë sot në Facebookun tim. Po kështu e ke edhe në story. A bën të ashtu 10 minuta më shumë kohën e syfyrit? Jo, mos e shty. Natën e 4 ta gjërat sot apo nesër? Sot edhe nesër. A bon me mbajt varse me shkrimin e emrin e Allahut? Problemi është kur futesh në banjo. Selam aleikum nga Philadelphia, aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalendari shkruan për sot nata e 4. Po, sot. Data 26, që do më thënë është nata e 27. Data 26 pasohet me natën 27. Pra sot është 26 Ramazan, ama sonte në darkët, mas akshamit hyn nata e 27. Është në rregull. Dhe ditë e fundit jap sadaka dhe fal namaz nafile, agjëroja jam në rregull, shumë në rregull, po duhet më agjëroj gjithë Ramazanin, jo vetëm 10 ditën e fundit. Merr me tregtinë e bijuterive të argjendit, si ta jap zakatin në vlerë bursa apo në vlerë të asaj që do shes, në vlerë të asaj që do shesësh. 10 ditë e fundit jap sadaka. Okej, e lexojmë një herë. Jeni për Ferizaj, aleikum selam wa rahmatullah. Për ditën e Bajramit e tham me bijuterit e tham, a bëhet akika me pasurinë e bashkëshortës kur burri nuk ka për momentin? Po, lejohet, e rëndësishme është që të bëhet akika. Nga Pogradeci, aleikum selam. Cila është koha më e mirë për lutjet gjatë kësaj nate? Në namaze, në sejdë. I më shoq, ka ndonjë pyetje kuriozitet të kota si që quajmë ne në fesit, veproj, qofse di, jepi përgjigjen. Qofse nuk di, adresoj ke unë se e rregulloj unë. Kur duhet fillojmë ta gjojmë ditët e Shevalit? Mund ta filloni një ditë mbas Bajramit. Athina, aleikum selam, nga Qerreti i Kavajës, aleikum selam. A mund të më shku tek hoxha me më fry për fejes, se mund të jetë mësyshi? Mundesh. Aleikum selam, aleikum. Nga Macerata, Italia, aleikum selam.
A pranohet leximi i Kuranit për kthimin shqip? Pranohet. Nga Piacenza, aleikum selam wa rahmatullah. Sa ditë mbrapa fitër Bajramit mund të fillojmë ditë të Shawalit? Qysh të nesërmën e fitër Bajramit? Çfarë orë falet sot namazit? Të lutem, tek ne falet 4:35. Në Zvicrën çfarë ore mbyllet? Shif kalendarin. A lejohet me u lut për djalin që e dua me u martuar me të në sejdë? Po, lejohet. A është e detyrueshme të thuhet audhu billahi minash shaitanir rajim në çdo rekat pas se të lexojmë Fatihan? Jo, vetëm në rekatin e parë. Selam thot Shqyqua nga Firenze, aleikum selam wa rahmatullah. Kur duhet të fillojmë ditët e Shawalit? E tham pra, mas Bajramit. Orë se Koqa Moti, kesh këtu prit përgjigje, faleminderit që më dhe përgjigjen për zakatin, përshëndes nga Anglia, aleikum selam wa rahmatullah. Deri kur mund të agjërojmë ditët e Shawalit? Qysh ditën e të nesërmës të Bajramit? Pra Bajrami është me 30, mund ta fillosh me 31. Selam aleikum nga Milano, ne fermacion në kemi, mund të shkojmë barazh dhe mund, po mund të shkoni. A mundet privat me shkruaj, s'ka si problem. A bën që të bëj hajj ose umër për prindit e mi, kam të vdekur para se të bëj për vete? Jo, do të bësh për vete, pastaj për ata. A jepet zakati për një xhami që do të ndërtohet në Gjermani ose në Bruk, që ke bërë të video? Po. Kam farë 19 rekate 2 nga 2, a jam në rregull? Shumë mirë je. Se gratë nuk e thënë e ka metin farza, a është okej? Është okej, namazi është i saktë. A bën që njeriu një ditë mbas Bajramit me vazhdu ditët që nuk ka agjëru? Po, bën. Selam nga Gjermania, nga Magdeburg. Aleikum selam wa rahmatullah. A prishet abdesi ose agjërimi nëse ndrojmë të gjitha rrobat e të brendshme, po pa prek pjesët intime? Nuk prishet. Një lutje për nënën time se kam shumë smur, Allahu e shëroft. Një lutje për vllajën tim se sot fut në operacion, Allahu e shëroft. Kam një vajzë 10 vjeçe me aftësi intelektuale të lehtë dhe s'mund të mbaj Ramazan. A duhet ta kompensoj? Po, duhet ta kompensosh. A bëhet sadakaja në familje? Atë quhet sadakaja në përgjithësi? Po, jo sadakaja e fitrit. A bëhet akika pas disa vitesh, 14 vite, sepse nuk e kemi ditë më përpara? Mund ta bësh, po. Kur falen fitrat? Derisa nuk është falur namazi i fitër Bajramit. Po më pyet burri se pije ujë në kohën që po mbyllej syfyri, le ta agjëroj, nuk ka problem. A mundem të jap zakatin motrës së pamartuar jeton bashkë me vllajin, nëse janë të varfër? Po. A pranohen fitrat në të holla? Kemi thënë, mendimi më i saktë është që po. Nga Parma, aleikum selam. A jepet zakati për një xhami që e tham? Po. Si të falem se nuk e di, është hera e parë që po mbaj gjërim. Ja ta japun linkun tani. Ja ku e ke këtu. Sa po ta çova. A mundem me ardhë me të fejuarin me ju takuar tek xhamia? Ju mirë, presim.
A mund ta falim tani namazin se vajti ora? Po. Ku quhet sadakaja më e mirë? Tek më të afërmit. Apo nëse gjatë namazëve me zë harrojmë me thonë suret me zë. Namazi është i saktë, thjesht ke lënë një sunet pa vepruar. Nëse s'ke mundësi të japësh sadaka fitër, është obligim me dhënë diçka patjetër? Po. Loku Smile e ke përsëritur këtë pyetjen 3 milion herë dhe ta kam dhënë përgjigjen më lart. Mban sot a bën me i mbajt që sot deri në fund të Ramazanit agjërimin? Po, bën. Allahu ta shpërbleft. Hoxha, prishet Ramazani me 30? Jo, është Bajram, nuk prishet Ramazani, po është Bajram, do thotë s'ka më Ramazan. Selam aleikum nga Bari, a mund të bëjmë dhikr për prindërit që nuk jetojnë? Jo. Hoxha nderuar, lexove privatësinë që të shkruajt apo unë jam live më vëlla. Si ta loj privatësinë, apo ta lej këtu live-ën se të shkoj të lexoj privatësinë tate. Pasha Zotin ju ta boni morrin me diabet, pasha Allahun. Ju i shkaktoni morrit diabet, pasha Allahun. Kur është më mirë ta japësh sadekan? Tek njerëzit më të afërt, tek nevojtarët. A lejohet të punoj një familjar im në një lokal natë me muzikë? A është haram? Varet se si janë kushtet dhe hapësirat dhe mundësitë. Normalisht është haram, po nuk bëhet në përshtim kur ka situata të rënduara ekonomike. Alberta nga Kanadaja, aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. 6 ditë e Shevalit, është thonë që pa agjërove 6 ditë e Shevalit, shkruan tek Allahu se krye fal gjithë natën. Rren, s'ka lidhje. Familja ime do më agjëru natën e Kadrit. A të bën që të dalun para kur falemi? Po, bën. Selam aleikum nga Toronto, aleikum selam. Punoj në restoran Zvicër. Agjëroja, pranohet agjërimi? Po, inshallah, po. Allahu e shërof babajnë tënë, aleikum selam nga studet Qani. Nëse ka namaz mik, sa e ka përsërit valla. A jep zekat vetëm për shumën e një viti apo për gjithë shumën që është në gjendje? Për aq sa ka zënë viti. Për aq sa ka zënë viti. Selam nga Italia, nga Milano. Pse Vladin, a i me shkru vetë, se kuptova, a bën të agjeroj burin konë që unë bëllë së fyrit për ujë, po të agjeroj, të tham pak më lartë, të agjeroj. Kam parë në ndër që nuk komentoj ëndronë, nuk ditë komentoj ëndra. A bën të marrë një vajzë që ka qenë fejuar e nuk falet, ndërkohë që unë falem, po bën, dhe i thu që të fali namaz. Thonë që pa agjërove 6 ditë Shevalit, sa e ka përsërit në Allah. Po thamë pra kjo nuk është e vërtet, o burr. Amin, gjithë dhe bashkë. Nëse një kohë namaz i ikën,
Nga Venezia, Itali, nga Tetova, aleikum selam wa rahmatullah. Nëse mban mend, rreth para një viti kemi pyet për një rast kur ishim mish kaprolli, na thatë që nuk është halal. Si ishte ai rasti? Nuk e hangër për këtë arsye, pas një muaji sa ditë ka bo Zoti zi me mish kaprolli. Terme bismillah. Alhamdulillah. A është se sakt fillohet çdo rekat me subhaneken? Jo. Vetëm rekati i parë. A kemi kohë për fal saban? Po kemi kohë. Nga Firenze, kur bëjmë sevisejden, kur ka bëjmë namaz, si duhet me bo për iftar, si pas vendin kur kemi ka, po vendit ku arrim. Vendin ku arrim. Sadakaja është vullnetare e lirë e hapur, ndërsa vitrat janë përcaktuara. Nga Berlini, nga Albani, aleikum selam wa rahmatullah. A pranohet me ranë të spin natën për sërati, se kuptova. Nipe ka ndërpreja, por me paguajt para ditë, jo, ta agjeroj më vonë. A jepet vitri qikës agës, a është e verbër, nëse është nevojtare, po. Gjatë ditës kur punoj, këndoj Fatihan, ajetin kursi, ka u therë ikhlas nas. A më qua si lezim Kurani? Po. A mund të japun sadakan e fitrit për vllajën për motrën? Po, mundesh, po duhet të njoftosh. Kur është dita e Bajramit në Australi, thonë të hënën, se di vallaj, ne në Shqipni e kemi me 30. Sa kilometra larg vendit do të thosh për të marrë status udhëtarit? Nga qyteti në qytet. Jam interesuar për të bërë bunar, po interesoni tek xhamia ose po ta shkruajmë këtu. Po të interesohesh. Ta çova. Mirë, më atëherë tani duhet dal patjetër që të kap sabahun për vete. Ju du fort zgjidhjet dhe kërkoj ndjesë që nuk po ju jepim dot përgjigje. A është sot natë kadri, inshallah taala. Atëherë për ta mbyllur, për sa i përket agjërimit të natës kadrit, agjëroni sot, pra për ta pritur sonte natën e kadrit, dhe nesër për ta përcjell natën e kadrit. Ju du fort të gjithë dhe pa përjashtim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.